Zemrat e bukura, mirë mëngjesi, përshëndetje, si çdo ditë, jemi në Vlogmas 12 dhe jemi palos të gjithë si familje. Sot unë jam më mirë, shqyr Zotit. Adriana e kaloi shumë shpejt. Adriana e kaloi më shpejt nga të gjithë, ne. Tani Fatmirin po presim. Argita volli mbrëm. Argita vetëm një herë dhe Argita edhe e zuri gjumi, e ka kalu me gjumë tepër dhe kur ngrit sot të mëngjes pak si e këputur, po prap mirë, nuk isha asnjë gjë. Ja kam lënë gjitha që të hajde me thënë në gjërat thata. Kam lënë bukë të thekur që të hajnë të dyja gocat e mëngjesin gjitha, por do ta dini që tani që unë po filloj video na shumë vonë, sepse prita derisa të qosh Argita, të ishte mirë, të isha siguru shumë mirë, se do filloja dhe disa, do me thënë, porosi që kam, nuk e di, po kur smuresh, gjëja e parë është shëndeti, pastaj të tjera besoj se rregullohen gjitha, por janë që grumbullohen gjitha dhe s'di çfarë të bësh më përpara. Kështu që më duhet të filloj punet një nga një. E para që do bëj, dhe jo që do bëj, po e bëra tani porosita vajrat e makinave, sepse dy makinave do t'i bëj servis, njërës i është bërë servisi, kështu që vetëm të dyjave, dhe dihet që duan disa letra gjera, duan dhe një kod duhet. Dhe shkova i porosita. Nuk është që e kisha mendjen shumë të flokët dhe të veshja, kam vesh të fustanin me vija, se e kisha larë dhe mora të teli, duke qenë që mos prish robet që kam lënë në garderob bukur pastër të palosura. Kam bërë një make-up edhe ky, po të shikoni sytë e mi kanë mbaruar, por jam shumë mirë, do me thënë pavarësisht se më ka dërmuar pak, se unë e pata më të rëndë, volla gjatë gjithë natës, do me thënë më kapi që në orën 8 mbrëmjes deri në 5 të mëngjesit. Imagjinoni, shqyr Zotit që shqyr Zotit, lu Zotin, shqyr që gocat vetëm nga një herë. Edhe ajo ishte, pik, u Zot. Tani na ka kap frika Fatmirin. Fatmiri nuk e di a janë të gjithë burrat, po Fatmiri ka hy frika, o bobo filloi mbrëm, tha e çdo ma njisni edhe mu, edhe rrinte mbrëm kur po pinim kafe turke, se mua s'ma pranonte edhe kafe në mbrëm, po pak fare. Sa e ktheva një herë tek filxhani Fatmirit, edhe thoshte Elvir, s'jam mirë. Se di se çka kam, nuk jam mirë. E hyri frika, vinte edhe për të qesh, sinqerisht, se ai është shumë frikacak. Për të vjellat 1, për gjilpëra 2, gjilpërat i ka vdekje. Nuk e di, do me thënë, janë gjithë burrat që kanë frikë gjilpërat, që ti jesh aq i fuqishëm edhe të kesh frikë një gjilpër, edhe kur ka bërë këtë vaksinën e Covidit, mbaj mend herën e parë, kam qesh sepse i thoshte infermierës se që e ke dorën e leti, po e patë të rëndë mos mbej vaksinë. Tani nuk di çfarë të marr, a të marr kafe, se nuk është që po më tërheq shumë kafja, apo të marr çaj me limon. Nuk e di. Do marr një herë kafe, do t'i them të ma bëj pak të ëmbël, edhe të shikoj pastaj. Po s'm pëlqeu, do marr çaj. Do më duhet të blej një 2 deri në 3 dhurata të vogla, më duhet t'i blej, do ju a them, po jo sot, në videon në vlogjet e ardhshme, se për kë janë dhuratat. Ja këto dhuratat e festave të fund vitit, dhe dua që t'i marr që tani, sepse pastaj është vonë. Dhe mendova që të marr diçka, do me thënë ndonjë bërzylyk, ndonjë gjë kështu, të shikojmë çfarë do marrim, nuk e di. Se robe këto nuk është që se di, nuk e di, robe, nuk besoj, por ndonjë gjë të vogël edhe të bukur. Edhe për këtë do marr, edhe kam 3 ditë pa dal nga shtëpia, apo 2 ditë. Që s'kam dal nga shtëpia, o njerëz, të mbyllesh brenda. Nuk e di se si më duket jeta që nuk është aktive. Mora kafe, mora pak të ëmbël, po nuk po e pi dot, shumë pak. Ja mirë. Edhe me vrap të dyqanet tash për të bërë ndonjë dhuratë. Atëherë mora 2 gjëra në supermarket, atëherë mora edhe këtë lemon lime që bën shumë mirë për stomakun. Sepse kur piva kafen më ngacmoj pak, në fakt, edhe s'është që më pranon akoma organizmi kafen. Ja kur shkafja, ajo vajza kishte bërë shumë të mirë kafen, edhe mora këtë, flokët i kapa, mora edhe këtë bukën, franxolla, që është me shumë para,
që do ta ha thatë, sepse këto na ka rekomanduar, gjëra tata, bukë të thekur, edhe ndonjë oriz, banania për ata që, do me thënë, është që për ata që kanë bark, neve nuk kemi pas shqyqur zotit. Kemi qenë mirë deri tani nga kjo anë. Doktori më tha që për ata që, do me thënë, nëse ke bark, do zish oriz, do ta hash orizin, do me thënë, vetëm me langun e vet që është asnjë gjë tjetër, dhe e dytë asnjë gjë më tha, nëse është bark, dhe bananen. Okej, se unë kam vite, e di që kur janë smur gocat, ose edhe ne vetë, kemi qenë shpesh herë me doktor dhe i kemi mësua edhe ne, jemi bërë edhe ne të paktën si çerek doktor, jo se as të gjysmë, as kemi vajt, por diçka dim, kemi mësu. Dhe kjo buka është shumë e mirë, me shumë fara, edhe kuluri, është edhe kuluri, që unë i bleva gocave në mëngjes, tek furra, të ngrot, dhe nuk lejohet të hahet kosi, qumshi, janë armiq kur ketë vjella, e mira është, do me thënë doktori më tha që të shpëtosh nga kjo gjë, duhet që të pini ujë të ngrohtë, që t'i bëhet lavazh stomakut, dhe stomaku bëhet akull i ri dhe fillon, do me thënë, okej, avash me bukë thekur, fillon ato ushqimet e lehta. Nisemi edhe do ikim të blejmë dhuratat që thash. I morëm këto dhuratat e vogla, po ka mallë se mos i ngatroj dhe kam vendosur këto janë atshal, do me thënë nuk ndryshken, kurse kjo zemra këtu ma dhan dhuratat, ju bleva këto dhuratat. Erdha në shtëpi, po ju numëroj, do me thënë, vesha këtë fustanin që kisha veshur pardje, dhe e para që bëra duhet gatuaja, bëra dhe gjellën, do ju atregoj se çfarë gatova, gjithashtu më duhet vendosi lavatrice me proces të shkurtër e vendosa, mblodha dhe robet jashtë, sepse nëse do hapja e videon, do vonohesha shumë, edhe sinqerisht, jam vonu sepse mora dhe një tjetër dhurat, por do e tregoj, thash dhe njëherë, dhurata anonime i kemi këto. Se na i shikoj videot, edhe na dalin dhuratat sheshit. Ja. Unë në fakt i kam vendosur njërën tek qesja, thash, sepse kisha frikë si nga të roja, si ishte të dyja çantat e vogla njësoj, dhe kisha se do e çoja. Një që kisha bërë mend ku do ta tregoja këto dhurat, do ka troja dhuratat. Do ishin dhuratat se një kuti ka 3 gjëra të bukura brenda, është set, bizhu janë patjetër, janë bizhu. Edhe unë që tani nuk e di, po mendohem që të pi një çaj dhe akoma nuk e di çfarë do bëj, sepse jam e lirshme. Argitën e ka zënë pak gjumi, është e qetë, është shumë mirë. Thjesht do të shplodhet pak, sepse ka qenë para dite, jo se ka bërë punë, se nuk e lej që të bëj punë, por në fakt nuk e lej të bëj punë shumë edhe kur është mirë, se dua që t'jetë më tepër t'i përkushtohet sportit edhe gjithashtu shkollës. Po shkollën do me thënë nuk po them që është e para pas e funit, gjithsesi prap mirë jam e kënaqur. Bëra këtë supën me pak mishpule që më kishte tepruar aty në frigorifer, që është mish i mirë, pra bëra pak supë. Edhe bëra pak speca me gjizë, e kjo është dreka për sot. E di që videot janë të shkurtra, sidomos këto 2-3 ditë kanë qenë pak të shkurtra për arsye sepse duhet kujdesem pak për familjen. E kam të pamundur që qëndroj në kokë, do me thënë të Argitës ose të Adrianës, pavarësisht se Adriana e kaloi, por po flas kur ishte dhe ajo pak e smur, që më duhet qëndroj te koka, nuk mundem dot që të hape telefonin të bëj video, edhe dua që të më kuptoni. Ka mundësi që mund t'i zëvendësojnë momentet që do jem mirë, ndoshta dhe afër festave, do zëvendësohen ndoshta edhe këto minutat, do ketë vlogje, do keni vlogje shumë të bukura, se unë kisha bërë një program, sidomos për pjesën e vlogjeve që është afër Krishtlindjeve dhe afër vitit të ri. Pra dhe kam të pamundur që të bëj video me shumë minuta të gjata këto ditë, pra pa u siguru mirë që i kam të gjithë mirë,
Pastaj do kap telefonin, sepse duhet ta dini që telefoni është i fundit për mua që të kapet bëj video, por unë kam një tip vetë që nuk kam dëshirë ta hap telefonin në momentet që fëmijët e mi ose bashkëshorti im nuk janë mirë, se hajde vetë unë kur s'jam mirë edhe mund të flas, sepse e shikoj gjendjen time se si jam. Kështu që me duhet që ta mbyll dhe po t'ju tregoj orën, ora është 4:01. Ja ku është ora. Nëse shikoni, 4:01. Pra, është 4:01 dhe mua më duhet 1 orë ca, 1 orë po njërë, jo 1 orë ca, 1 orë që të mere me editimin, pastaj do dhe kohë pjesa e minutave që të merr dhe YouTube për ta ngarkuar videon. Inshallah jemi nesër të gjithë mirë dhe do të shihemi nesër. Natën.